Mirë se erdhët. Shumica prej nesh, kur dëgjojnë tregtar mallresh, mendojnë menjëherë për ekrane që vezullojnë me numra e me grafik. Por, e vërteta është krejt ndryshe. Është shumë më fizike dhe, po ta them sinqerisht, shumë më tërheqëse. Sot do të zhytemi thellë për të parë se si tregtimi i mallrave nuk është thjesht një lojë financiare, por ka të bëjë me zotërimin e botës reale, fizike. Atëherë, pyetja që shtrohet është, çfarë bëjnë këta njerëz në të vërtetë? Arrin gjithë ditën para kompjuterit duke vënë baste për çmimin e naftës apo ka diçka më shumë? Diçka thelbësore, diçka që vërtet i mban motorët e ekonomisë son globale në lëvizje. E po, përgjigjja është pikërisht kjo. Ka të bëjë me zotërimin e botës fizike. Tregtarët më të mirë, ata që vërtet ja dalin, nuk është se thjesht parashikojnë tregjet. Jo, ata i formosojnë ato. Si? Duke menaxhuar gjithë ato logjistikë të ndërlikuar, lëvizjen, ruajtjen, madje dhe transformimin e mallrave, domethënë gjëra reale, të prekshme. Flasin për naftë, për minerale, për gjithçka. Në thelb, ata krijojnë vlerë në dy mënyra kryesore. E para, transformimi në kohë. E dyta, transformimi në formë. Tani, transformimi në kohë është thjesht ruajtja. E blejnë diçka kur ka me shumicë dhe e shesin kur tregu ka nevojë. Ndërsa transformimi në formë është si të jesh një mjeshtër kuzhine. Ka të bëjë me përzierjen, marrje e cilësive të ndryshme dhe kombinimi i tyre për të krijuar produktin e duhur për klientin. Le të shohim me radhë, duke filluar me këtë idenë e fuqisë së ruajtjes. Pra, transformimi në kohë. Imagjinoni sikur keni nën kontroll një qilar gjigant, por global. Në botën e mallrave, gjëra ndryshojnë sa hapen mbyll syt. Oferta dhe kërkesa lëkunden vazhdimisht. E pra, në këtë mjedis kaq të paqëndrueshëm, thjesht fakti që mund ta ruash një produkt, kjo t'jep një fuqi të jashtëzakonshme. Është një super fuqi realisht. Këtu hym në një koncept që quhet specifikim temporal. E di, tingëllon si diçka nga një libër shkollor, por ideja është fare e thjeshtë. Imagjinoni që mundësitë për fitim në këtë botë janë si një rrufe, shfaqen dhe zhduken në një fraksion sekonde. Për t'i kapur ato mundësi, duhet t'jesh gati të veprosh, menjëherë, dhe për këtë duhet t'i kesh mallrat aty gati në dorën tënde. Dhe ja ku lidhet gjithçka, pse është kaq e rëndësishme të zotërosh infrastrukturën, sepse kur një firmë ka terminalet e veta, magazinat e veta, ajo mund ta lëviz produktin sa hapen mbyll syt. S'ka nevojë të presish askënd, s'ka negociata të gjata, ti e ke kontrollin, ti vendos. Kaq e thjeshtë. Okej, le të shohim tani një shembull konkret, një shembull nga bota reale që i tronditi të gjithë. Kthehemi pas në kohë në 2014. Çmimi i naftës thjesht u shëm. Imagjinoni, nga mbi $100 për fuqi, ranën 50, brenda vetëm pak muesh. Për shumicën ishte katastrofë, por për disa, për ata që ishin të përgatitur, ishte një mundësi e artë. Situata që u krijua njihet me termin contango, dhe kjo do të thotë diçka shumë e thjeshtë por tepër e fuqishme. Çmimi i naftës në të ardhmen ishte më i lartë se çmimi i sotëm. Pra, çfarë bën? E blen naftën lirë sot, e ruan diku dhe ke siguruar tashmë një kontratë për ta shitur më shtrejt pas disa muajsh. Fitimi praktikisht i garantuar. Por, gjithmonë ka një por, nëse ke vend ku ta ruash gjithë atë naftë. Ky grafik, ky e tregon gjithë historinë. Shikoni këtu, në maj 2014, tregu ishte në të kundërtën, në backwardation. Çmimet e ardhshme ishin më të ulta. Tani, hidhini syt këtej te nëntori i 2015-s. Shihni atë diferencë gjigante. E po, kjo njihet si super contango. Diferenca e çmimit ishte aq e çmendur sa tregtarët bën diçka të pabesueshme. Filluan të merrnin me qira anije gjigante nafte, super cisterna, jo për transportuar naftë, por thjesht për t'i përdorur si magazina lundruese. I mbushën plot e për plot me naftë të lirë, duke pritur momentin e duhur për ta shitur. Dhe mos mendoni se kjo ndodh vetëm me naftën, absolutisht jo. Merrni mineralin e hekurit për shembull. Më parë, fabrikat e çelikut mbanin vetë rezerva të mëdha. Sot, jo më. Ja çfarë ndodh tani, siç thotë edhe citimi, fabrikat e çelikut ja kanë lënë ruajtjen në dorë firmave tregtare. Kjo do të thotë që tregtarët nuk janë më thjesht ndërmjetëdhjetës, por janë bërë partner thelbësor. Ata menaxhojnë gjithë zinxhirin logjistik. Mirë, e pam transformimin në kohë. Tani, le të kalojmë te pjesa e dytë e magjisë, transformimi në formë, ose siç më pëlqen ta quaj, arti i përzierjes. Këtu gjërat bëhen vërtet interesante. Është si një lloj alkimie moderne, industriale. Merren materiale të ndryshme, kombinohen dhe në fund del diçka me vlerë shumë më të madhe. Sfida është kjo. Natyra nuk është shumë e saktë. Ajo që del nga toka, qoftë nafta apo minerale, pothuajse asnjëherë nuk është tamam ajo që kërkon klienti fundor. Ka gjithmonë një ndryshim,
një hendek midis asaj që nxirret dhe asaj që nevojitet. E po, zgjidhja është përzierja. Pikërisht ky proces e mbyll atë hendek, duke krijuar një produkt të bërë me porosi. Një shembull fantastik është bakri që shkon për në kin. Dëgjoni se si funksionon. Hapi parë, disa minera të reja nxjerrin bakër me shumë arsenik. Problemi, Kina ka rregulla shumë të rrepta dhe nuk e lejon importin e tij. Pra, çfarë bëjnë tregtarët? E blen këtë bakër problematik me çmim shumë të lirë. Pastaj, marrin bakër tjetër, të pastër, nga burime të tjera, hapi i tretë, i përzihen të dyja në terminalet e tyre derisa niveli i arsenikut të bjerë në nivelin e lejuar. Dhe ja ku e keni, një produkt i ri, i pastruar, gati për t'u shitur me fitim në Kinë. Kanë kthyer një problem në një mundësi geniale. Tani, mbauni fort, sepse do të flasim për shembullin më të ndërlikuar, por edhe më të afërt për të gjithë ne, benzinën. Diçka që e përdorim çdo ditë dhe e marrim si të mirëqen. Por, besoni ose jo, prapa asaj pompe karburanti fshihet një botë e tërë, një enigme vërtet. Ja ku është keqkuptimi i parë që duhet ta heqim nga mendja. Benzina nuk është një gjë e vetme, e thjeshtë, as pak. Në fakt, është një koktejl jashtëzakonisht kompleks. Një përzierje e projektuar me një saktësi kirurgjikale me rreth 15 deri në 20 përbërës të ndryshëm. Secili prej tyre është aty për një arsye, për të arritur një performancë të caktuar ose për të përmbushur një standard mjedisor. Dhe sikur kjo të mos mjaftonte, në vende si Shtetet e Bashkuara, situata bëhet edhe më e çmendur. Industria e quan këtë fenomen ballkanizim. Çfarë do thotë kjo? Do të thotë që rregulloret e ndryshme për çdo shtet, për çdo rajon, madje edhe për çdo stinë, e kanë coptuar tregun e 10 ishuj të vegjël dhe secili prej këtyre ishujve kërkon një lloj benzine krejtësisht të ndryshme. Ja një shembull i thjeshtë. Benzina e verës dhe ajo e dimrit janë dy gjëra të ndryshme. Për verën duhet një benzinë që avullon më pak për të mos krijuar smog. Për dimrin duhet e kundërta, një benzinë që ndihmon motorin të ndizet në të ftohtë. Kjo është një nga arsyet pse çmimet e karburantit lëvizin bashkë me stinët. Nuk ka të bëjë vetëm me kërkesën për pushime, ka të bëjë me kiminë që ndryshon brenda pompës. Pastaj shto këtu edhe rregullat për etanolin, rregullat e veçanta për çdo qytet. E kuptoni tani? Është një rebus gjigant logjistik. Dhe kush e zgjidh? Pikërisht tregtarët. Dhe arsyeja pse ata e bëjnë këtë? Pse merren me gjithë këtë kompleksitet? Ja arsyeja. $30 milion. Kjo është shuma që një rafineri e vetme mund të humbas brenda një viti, vetëm nga përzierje që nuk janë perfekte. Vetëm nga dhënia falas e komponentëve më të shtrenjtë siç duhet. Pra, tregtarët futen në këtë mes, e optimizojnë procesin, i kursejnë rafinerisë miliona dhe natyrisht nxjerrin një fitim të majmër për vete. Në rregull, pasi pam gjithë këto, le të mbledhim idetë. Cili është në fund të fundit avantazhi i vërtet i një tregtari mallrash sot? Mos mendoni se janë thjesht parat në bank. Jo, është diçka shumë më thelbësore. E kemi parë tashmë. Një tregtar i suksesshëm sot është një përzierje aftësisht. Është pak kimist, sepse duhet të di si të përzihej. Është pak distributor, sepse menaxhon rrjetet të tëra. Dhe mbi të gjitha është një ekspert i jashtëzakonshëm logjistike, sepse kontrollon gjithçka që është fizike. Kjo tabel këtu e përmbledh gjithçka në mënyrë perfekte. Pra, le ta hedhim poshtë një herë e mirë perceptimin e vjetër. Nuk janë spekulant financiar, janë logjistik global. Nuk janë kumargjin që vënë baste për çmimet, janë zgjidhës problemesh reale, fizike. Dhe nuk i shfrytëzojnë thjesht tregjet, ata krijojnë vlerë të vërtetë brenda tyre. Pra, në fund të ditës, ideja kryesore me të cilën duhet të mbetemi është kjo. Avantazhi i vërtet, sikreti i suksesit në këtë botë nuk është të kesh një glob kristali për të parashikuar çmimet, as pak. Avantazhi i vërtet është të kontrollosh infrastrukturën fizike. Të kesh në dorë terminalet, magazinat, gjithçka që të lejon të bësh ato dy gjëra magjike, transformimin në kohë dhe transformimin në formë. Kështu që, herën tjetër që mbushni makinën me karburant, apo shihni një anije gjigante mallrash në port, ndaloni për një sekondë dhe mendoni, cili balet i fsheh logjistik, cila alkimi e ndërlikuar industriale po ndodh prapas skenave, vetëm që ai produkt në dukje i thjesht të arrijë tek ne. Sepse bota e mallrave siç e tham është shumë e thellë nga sa duket në sipërfaqe.